Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman ya Rabbal Alamin. Allahun lartë madhëruar e falendrojmë, ndihmë, falë dhe shpëtim vetëm për Allah të kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E lutim Allahun që të jemi mbi pasuesve të tij të sinqert, prej atyre të cilët rrasin rrugën e tij me sinqeritet dhe prej atyre të cilët vdesin në rrugën e tij duke qenë të sinqertë. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë edhe sonte me dersin e 10 me radhë në lëndën e fikut. Është ky dersi i dytë në kapitullin e namazit. Në javën e kaluar kemi folur për rëndësinë e namazit edhe për pozitën e tij në Islam. Dersi i kaluar më shumë ka pas të bëjë me atë ma shumë të them atë anës shpirtërore të namazit. Për shkak se kemi folur për madhështinë e namazit, pozitën e tij në Islam në mënyrë që e më ndje sa më shumë. Aleikum selam. Ndërsa ajo që tash e mas flitet rreth namazit më shumë ka të bëjë me praktikën e namazit. Tash më shumë do t'i përmbahem e librit edhe do mundona mos me dalë shumë prej tij për shkak se po shkon kohë gat. Na kanë shku dikun 8 derse thuja veç në kapitullin e pastërtisë, besoj shumë, për shkak se ka shumë kapitull tjerë na shkon shumë gat, edhe për shumë të arsyeshme mi najt besnik tekstit shejkut. Kjo edhe për shkak se disa mesele, nëse na fillojmë nga njëherë me marrë mendime tjera, kanë mundësi më na u përzi. Nëse tash unë vazhdoj e përmendi edhe mendimin e mëdhëbit tjetër, që kem përmend ka njëherë ose të Shejku Thejminit ose dikujt tjetër që nuk e ka Shejku, pastaj kur të vinë disa mesele që ka më bon tani, kanë mundësi më na u përshtill. Për shembull për marrë se fisejdja, kur kemi mundësi me bon, kur jo disa dispozita të mëvonshme kthehen në këto më të hershmet. Ndërtohen mbi këto më të hershme. Tash nëse këtu në fillim e ke pas mendimin e Shejku Thejminit, atje tash nuk mundesh me pas mendimin e Shejk Sadit, për shembull se bjen kundërshtim me veten. Kështu që për mos më ranë që to i rrim besnik librit më shumë, edhe nëse na ndodh që në disa mendime mos mu pajtu me ta, për shembull. E që kjo është besoj normale. Shejku Allahu mëshiroft thot ma herët na paraprin 2 kushtet e namazit. Tash jemi në kushtet parahyrëse të namazit. Erkanet, ruknet janë ato që kanë bëjmë me namazin, brenda namazit, ndërsa shurutet janë kushtet para namazit, parahyrëse. Dersi që sonte dhe flasim, inshallah ka të bëjmë me kushtet parahyrëse të namazit. 2 të parat thot I kemi përmend. Derisa kemi folur në kapitullin e pastërtisë e kemi përmend largimin e nejasetit e papastërtive, ndërtësirave. Që kjo është prej kushtit parë. Është për qëllim largimi I papastërtisë së vendit ku falem, trupit edhe rrobës. Që to trija do të më qenë të pastërta para se më fut namaz, e na kemi folur në detaje për rregullat e largimit papastërtive. Domethënë që kjo është kushti I parë. Ndërsa kushti I dytë kemi përmend që është abdesi ose gusli ose tejmumi, e që kemi folur për secilën me radhë. Që ka të bëjë me pastërtinë e trupore të personit, domethënë këtë rast pastërtinë largimi I papastërtisë të madhe, që është gusli, edhe largimi I papastërtisë të vogël, që është abdesi. Domethënë pastrimi I trupit që hin gusli, abdesi edhe tejmumi nëse nuk gjendet ujë, është kushti I dytë. Ndërsa kushti I tretë është dukhulul waqt, hyrja e kohës. Tek hyrja e kohës është për qëllim secili namaz e ka kohën e vet. Ashtu siç thot Allahu në Kur'an, inna salata kanat
alel mu'minine kitaben mawquta. Namazi është bë obligim për besimtarët në kohë të caktuar. Po secili namaz e ka kohën e vet të caktuar. Kjo është për qëllim. Thot në lidhje me kohën, hadithin bazë që flet për kohët e namazit të kemi hadithin e Gjibrilit alayhi salatu wassalam. Gjibrili alayhi salatu wassalam, të nderuar vëllezër, ja ka fal namazin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 2 herë. Në herën e parë ja ka fal në fillim të kohës. Çdo namaz në fillim të kohës së vet. Edhe në herën e dytë çdo namaz në fund të kohës së vet. Pastaj i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammed, as-salatu ma bayna hadhaini al-waqtaini. O Muhammed, namazi është brenda këto 2 kohëve. Pra e ka fal namazin e drekës me njëherë si ka hi, edhe ka fal pak para se mi dal. Ka thonë si brenda kësaj kohe krejt është drek. Ka fal namazin e ikindis njëjtë, pak si ka hi edhe pak para se mi dal, brenda kësaj kohe krejt është namazi i ikindis. Njëjtë akshamin edhe yatsin. Pastaj hadith tjetër që i bën qarta e çështjet e vakteve është edhe hadithi i Abdullah ibn Amrit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Waqtu dhuhri idha zalat ash-shams." Koha e drekës është kur fillon me ra dielli. Tash e shpjegojmë inshallah. Para se me hi tek kohët, e përmendëm që çdo namaz ka kohën e caktuar. Edhe ka hadithe mutawatira, sikurse te mesat që kemi fol. Ka ajete, ka edhe ijma se kohët e namazit janë 5. Edhe kjo si mesele nuk ka ekzistu kur. Prandaj unë e di që në mesin ton as nuk është problem këtu inshallah. Edhe normal as nuk ka ekzistu si mesele për deri në shekullin e fundit as që është përmend që ka ma pak si namaz, si 5 namaze. Këtë mesele e kanë shpik Kur'ani junët që kanë dalë këtë vonë. Ata cilët mundohen me ato devijimin e tyre, më thonë që i kemi na po mundohen me i najt besnik vetëm Kur'anit edhe e refuzojnë sunetin. E na e dim qartë se ai i cili e refuzon sunetin është pabesimtar. Edhe këta janë tillë. Zona tillë ka pas prej qysh pas kohës pejgamberit alayhis salam në met që me jap rëndësi më shumë Kur'anit si sa sunetit, edhe mundu një farë me disa ajete kuranore me nënvlerësu sunetin. Mirë po kurse si s'ka pas kësi zona që me thonë janë 3 namaze që shka në kohën e fundit. Pra atë është mirë me pas se cili prej neve të qartë, se ka ajete kuranore. Unë s'po du me i përmend. Shejku i ka përmend disa përkine, po na shkon gjatë nëse fillojmë tash çdo ajet. Wa iqimi salate tarafej nahari. Tarafej nahari, shejku thot është për qëllim sabaj edhe ikindia, në 2 pjesë të kohës. Wa zulefe min al-lejli janë për qëllim akshami edhe yatsia. Tani ka ardhur ajeti tjetër që është në surën Rum, fe subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Tani ajeti tjetër ka ardhur tudhhirun, tamam dhuhra ka përmend drekën. Do thonë edhe vet edhe nëse ja na shkalojmë sunetin, na përmes kuptimit të ajeteve kuranore kemi mundësi mi nxjerr 5 vakte. Mirë, po as që lodhe me u mirë me ta. Për shkak se në mënyrë janë devijum edhe ka ijma për devijueshmërinë e tyre. Kështu që nuk ja vlen me humb kohën me u bërë replika atyne. Po na do të me pas qartë se këto si zona, ata që mirën me to janë pabesimtar. Që to do të me ditë. Edhe nëse dikush del veç të 4 kohë, jo 3 kohë, jo, ai i tilli është pabesimtar. Që kjo është e qartë, do të më thonë. Pastaj filloj me kohën kurhin, koha drekës i kindisë e akshamit. Dietar zakonisht janë mënu mi nejt besnik që ti hadithi Gjibrilit alayhis salam me përmend me renditje drekën para sabajit. Për shkak se kështu e ka mësuar Gjibrili alayhis salam, edhe në mënu këtë farlloj suneti me përdorë edhe ata me talebet e tij, ka thonë ashtu që ka mësuar Gjibrili alayhis salam, po i mësojmë edhe najtë të tjerë me renditje.
koha e drekës, vllazni fillon që tash i mësu na veç me takvima me këshyr. Çka nëse jemi në bjesh për shembull ose dikun, çysh kemi mundësi me këshyr me mjetet tona vetanake. Koha e drekës fillon kur dielli është në zenit. Është pingull, do thonë në mes. Edhe në qëtë kohë halan nuk ka fillu me formu hije, as ka perëndimi, as ka lindja. Çdo kemë për qëllim hijen ka perëndimi, ka lindja. Nuk merret parasysh hija ka veriu ose ka jugu. Në qëtë rast. Në momentin që fillon dielli me formu hije tash të një objekt e vendosim na qëtu. Është dielli në zenit, është pingull. Edhe në momentin që fillon me u formu hija tash, kur dielli fillon ka perëndimi, hija formohet ka lindja. Në momentin që fillon me u formu edhe hija më e vogël, ka hi dreka. Që kjo është fillimi i drekës. Me ecjen e diellit shumë pak, kjo koha sa qëndron dielli në zenit, që është koha e ndalimit namazit, kemë përmend ka mundësi me qenë 2-3 minuta, maksimumi 5. Me njëherë si fillon me u formu hija objektit, atëherë ka hi koha drekës. Sa zgjat koha drekës, derisa të bëhet hija e qëtij objektit sa vet objekti. Nëse e vendosim një shtall 1,5 metër për shembull, e lojmë diell. Dielli ka perëndimi, edhe formohet hija e qësaj shtalle 1,5 metër, bëhet edhe hija rreth 1,5 metër, deri që tash është drek. Në momentin që fillon ma shumë si 1,50 m, 1 cm, 2-3, është fut koha e ikindis. A e kemi të kjo. Që kjo është koha e drekës. Sa ka mundësi me zgjatë kjo, tash dimni të kemë shumë shkurt, 2 orë diçka sa është drekës verës ma gjatë, kjo varësisht tani prej stinëve. Me rëndësi është qështu, për shkak se kjo tash se cili për neve ka mundësi tani me pa vetë në diell verës, për shkak se vera është dita më e gjatë, edhe hija shkon të formu ma ka dalë. Mirë po, i njëjta praktikë shkon si verës i dimit. Te ikindia do të me pas parasysh se dietarët e kanë përmend se ikindia i ka waqtul ikhtiar edhe waqtul darura. Është koha e preferuar, ose mi thonë, është që përkthehet koha e zgjedhur. Në familje është koha e vetë e ikindis. Ndërsa koha tjetër është koha e darura e domosdoshmërisë. Pse e domosdoshmërisë? Për shkak se në esencë muslimani nuk bën me lënë namazin çet kohë. Mirë po, nëse në disa raste është vënu i ka ik, e falë çet kohë edhe llogaritet sikur e ka falë kohën e vet. Ikindin. Kur kjo kohë prej momentit si ti ka lënë tash afati drekës, do thonë është formu tash hija sa objekti, deri sa fillon me u bë objekti sa 2 herë. E ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë përmend dietarët, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë waqtul asri ma lam tasfur ash-shams. Edhe një shaj tjetër që të ndihmon me ditë derisa nuk ka filluar me u bë dielli ma i verdhë kështu, me u zvërdhu dielli. Në momentin që fillon dielli me u zvërdhu, sheku i ka përmendur edhe disa shaja që shëvrejnë. Për shembull, nëse e shikojmë diellin në drekë ose para ikindis, ose edhe pak para drekës, nuk kemi mundësi me shiku me sytë tonë. Në momentin që na fillojmë me shiku me sytë tonë, dielli vish ka fillu me hub rrezet. Ka fillu me u zvërdhu deri në që është koha e ikindis, domethënë koha e preferuar. Pas kësaj kohe, derisa dielli perëndon komplet, është vakti i daruras, vakti i domosdoshmërisë. Që do të thonë që për shembull një gruaje i kanë përfundu menstruacionet 20 minuta para ose 10 minuta para perëndimit diellit. Është në çet kohë darura, çet kohë domosdoshmërisë. I bjen ajo e ka obligim tash me fal ikindin edhe e llogaritet se e kanë dhënë kohën e vet. Që kjo është esenca pse e kanë ndalë në dy kohë. E njëjtë është ndalë edhe tek namazi i yatsis. Ndërsa i akşamit fillon me perëndimin e diellit derisa të bëhet me qujt
ajo kush derisa të bëhet qielli i kushërrëmt. Në momentin që fillon më hub që kjo kushërrëmtësia e qiellit më bë zë, atëherë ka fillu jacia. Këto pak në praktike kemi kogja problem vllazënimi me i vrejt. Bile sot dhe ngova edhe shejkun tash kur të lasë për sabojnë. Hyrjen edhe daljen e vakteve na sot nuk kemi mësu me njoft. Edhe nuk me sy ton kam frikë se nuk dimi me dallu kogja shumë. Sidomos tash edhe kohën e sabahit. Koha e jacis, domethënë, fillon me errësimin e qiellit plot, domethënë masi të hub që kjo kushërrëmtësia e qiellit, ka hi koha e jacis edhe sipas Hanefive është deri në sabah. Sheikh Uthemini thot koha e jacis është vetëm deri në gjys natë. Ndërsa Sheikhu në fjalë e ndan kohën e jacis deri në mesnatë është kohë e zgjedhjes, kohë e preferuar që nuk bën me fal. Ndërsa pas gjysës natës është kohë e domosdoshmërisë, nëse ke pas rast diçka emergjent e fal deri në kohë para sabahit. Kur në koha e sabahit, sabahi e ka hyrjen e tij, i thonë agimi i rrajshëm edhe agimi i vërtet. Që ky agimi i rrajshëm që kanë përmend dietarët në për libra është kanë thonë kur fillon me u zbarë qielli, mirë po zbardhja e tij shihet veç vertikalisht. Që Sheikh Abdulselam el-Shuwai'i nëse ju ka rënë me ndëgju, tash po i përkthejnë goxha shumë videot e tina, thot këto thot shumë pak thot ka njerëz bashkëkohor që dinë me kështu, thot më herët kanë ditë. Ndërsa tash shumica njerëzve të përdorin teknologjinë e takvimet e këto nuk është shumë pak problem. Unë për vetis e kom lexuar disa herë, kemi pas llaf, po në më dal me këshyrë na ashtas jam i sigurt kur ka hi, kur s'ka hi. Është pak problem se nuk jemi mësuar na me këshyrë qiellin. Ndërsa agimi i vërtet është kur ka filluar ajo zbardhësia në qiell më pa horizontalisht. Ka mundimi pa kanë herë disa foto kur fillon qielli mu zbardh horizontalisht, atëherë veç ka fillu namazi i sabajt, koha namazi i sabajt deri në lindje. Që kjo në përgjithësi sa i përket kohëve. Namazet në përgjithësi është e preferuar të falen me njëherë si t'hin koha. Përveç namazit jacis edhe namazit e drekës në disa raste që kanë ardhur disa transmetime. Për shembull, pejgamberi alayhis salam për namazin e jacis ka thonë, sikur mos ta kisha rëndu umetin tim, do ta kisha obligu ato me e shty deri në mesnat. Do thonë preferohet me e vënu. Mirë po, të pas parasysh se kogja shumë është rënë një farë mirë për umetin, për shembull nëse e vënojmë, sidomos nëse e falim tash me xhamat, i bjen si tani me i vënu shumë xhamatin, për atë arsye e falim çdo herë në kohë. Mirë po në sens, për shembull jemi një grup për 15 vjet, 20 vjet në udhtim. Edhe e dim si namazin kemi me fal dikon bashk, jo në xhami të caktuar, është më e preferuar me lënë me vënu sesa me fal në kohën e vet. Për drekën ka transmetime që pejgamberi selam ka thonë shtyne derisa të ftofet pak, sidomos në kohën e verës, kur është nxehtë me prit me vënu derisa të fillon koha me u ftof pak e diellit me u largu ajo vrasësia e nxehtësisë që ka sidomos në fillim drekës. Saqë ka raste, ka hadithe ku i ka thënë pejgamberi alayhis salam, ai ka thënë Bilalit prit. Ftofe. Ja më shtyj edhe pak. Domthon preferohet. Në përgjithësi, nëse në gjitha vaktet, sidomos koha e akşamit, është më pas qartë, është shumë e shkurt vllazni. Edhe na nëse këshyrim tash takvimin, pak ka mundësi është i vënum, se këta i shkojnë sigurtën. Tash edhe na nëse vënojmë pak, rrezikohet më hi koha e jacis. Kështu që sidomos namazin e akşamit nuk guxoj me vënu hiç. Se është për vakteve që konsiderohet koha e ka kohën më të shkurtë. Në sens çdo vakt preferohet me fal në kohën e vet me një herë si të hin, nëse vënohet e përmendëm sa ka mundësi me vënu. Që kjo në përgjithësi sa që ka të bëjë me kohët që i ka përmend sheikhu.
Ndërsa thot wa yudrak waqtu s-sala bi idraki rak'atin. Thot edhe arrihet, edhe që kjo është një mesele që është mirë me kuptu, arrihet koha e namazit me reqat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men edrake rak'atan min as-salati faqad edrake as-salah. Kush e ka arrit një reqat prej namazit, e ka arrit namazin. Që të hadith e ka marrë si argument me tregu, çka ka desh me tregu? Ka desh me tregu se nëse ti, për shembull, e ke arrit rukun e një reqati në kohën e vetë. Se na e dim se namazi, reqati arrihet me ruku. Përderisa imami nuk është qu për rukuje, ti ke arrit qatë rekat. Tash njëjtë thot shejku e arrit edhe kohën e namazit. Nëse ti ke arrit, për shembull, në minutat e fundit, pak para si më lind dilli, me nxon reqatin një reqat, atëherë do më thonë që e ke nxon namazin në kohë. Do më thonë e lidh me reqat, e nuk e lidh me tekbir. Kjo është esenca. Për shkak se disa dietar kanë thonë se nëse ti para si më lind dilli bën veç Allahu Ekber, pastaj lind dilli, kanë thonë e ke nxon namazin. A shejku thot jo. Shejku thot duhet me nxon namazin me ruku. Nëse e ke nxon një reqat, do të thonë me ruku, e ke nxon edhe rukun, e ke nxon namazin. Se ke nxon rukun, atëherë pret derisa të lind dilli edhe e fal kaza. Ku i kanë argumentet, nuk do më në detaje, ata zakonisht argumentimin e tyre e kanë më shumë logjik. Thonë ajo që arrihet e pakta e saj nuk lihet e këta. Është në rregull që e përmendin në sul, në mënyrë nëse ti ke arrit veç tekbirin me nxon, e ke arrit namazin në kohën e vet. A shejku thotë jo, do të më nxon reqatin komplet, domethënë me ruku. Duke u bazuar që hadith, që thotë pejgamberi selam, kush e ka arrit reqatin, domethënë e ka arrit namazin. Thot wala yahillu ta'khiruha aw ta'khiru ba'dha an waqtiha li 'udhrin aw li ghayrihi. Edhe nuk i lejohet askujt që me e vonu namazin jashtë kohës vet, domethënë pa arsye, ose vonesën e një pjesë të namazit pa arsye, është për qëllim me lënë krejt në minutat e fundit saqë ti mi fal bullakia 2 recate në kohë 2 tjera pas kohë. Nuk lejohet kjo me vetëm se në arsye në raste shumë emergjente. Përndryshe personi bën mëkat, na kemi përmend më herët rrezikshmërinë e lënies namazit. Thot illa idha akharaha li yajma'aha ma'a ghayriha. Përveç në raste që ai e shty namazin qëllimisht për ta bashkuar me namazin tjetër, siç është namazi i drekës, që lejohet me ushty për me bashku me ikindin nëse ti je udhëtar. Ose nëse je i semur në smundje që s'ki mundësi me i fal një kanë, ose arsye tjera që kanë përmend, për shembull mëdhëbin Hambeli dhe Shafi është përmendet edhe shiu. Është për rasteve ku lejohet me bashku namazin, e që të na unë fort nuk e preferoj për shkak se është mëdhëbi Hanefite na, mëdhëbi zyrtar edhe hoxhallarët as nuk e përmendin si mesele. Se është problem pak nëse fillojmë tash me pru meselen e atjehit këtu, edhe më bo pak problem, për shembull çështja e namazit me xhamat, me fal kur të vjen shi, që praktikohet atje, me bashku jacin me akşam, bëhet problematik, kështu që hoxhallarët i kanë kësaj mesele, mirë po, është për mesele që ka argument që lejohet me bashku namazin. Nëse ti je udhëtar, lejohet me shty drekën, domethënë derisa të hin koha e ikindis që me bashku me ikindi. Veç në qëtë rast. Edhe je semur ose edhe ka shi. Edhe lejohet akshamin me shty deri në kohën e jacis që me bashku me jaci. Domethënë që to janë arsyet. Tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha ishtadda al-harru fa abridu 'an as-salati fa inna shiddat al-harri min fayhi jahannam. Është përmend shejku tek rasti që e përmendëm më herët, në esencë çdo vakt duhet me falë në kohën e vet përveç jacis, e përmeni tash argumentin e drekës.
Nëse është të nxehtit shumë të fortë, atëherë shtyne drekën pak derisa ftohet. Për shkak se thotë nxehtësia që është në këtë dunjë është prej atij daftit që shon xhehenami. Nxehtësia e fortë që na kap në këtë dunjë në kohën e verës është pjesë për pjesës xhehenamit. Thot vazhdon sheku, wa man fatathu as-salah wajaba alayhi qada'uha fawran murattaban. Edhe këto është mirë me pas parasysh. Nëse dikuj i ka ik namazi, e ka obligim me e bon kazon ato me njëherë, fawran, me njëherë. Edhe murattaban me renditje. Qëto dy kushte dhe të mi pas parasysh. Fawran është vllazni për qëllim me njëherë, për shembull të ndodh ka habit gjumi edhe ka lind dilli pa falti namazin e sabat. Tash dikush për njëve i del gjumi 8, në 8 ora. Edhe thot, jo, më se deri në 12 nuk e drejka për shembull, edhe e lën nuk e shtyn kazon. Jo. Sipas shejkut edhe shumë dietarëve bën mëkat. Sepse e ke shty kazon ose një mënyrë obligoshmërinë që ti namazi ma shumë se sa koha që ti e ke pas. Cila është koha që ti e ke pas? Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kanë ka habit gjumi edhe i ka ik namazi, në një hadith thot fa inna salatahu hina yadhkuruha. Le ta fal ato atëherë kur e kujton ato. Domethënë më njëherë si të kujtohet, jo që ti tash ke kohë me shty deri në drek. Do të më fal më njëherë. Ndërsa thot pejgamberi sallam kefareti i qiti namazi, kompenzimi i qiti namazi që ty të ka ik, është falja e ti me njëherë që të ka kujtu. Me njëherë që të ka kujtu, jo ma vonë. Edhe s'ki diçka kompenzim tjetër, vetëm se kazoja e ti. Mirë po, me falë me njëherë, jo me shty edhe pse ty me ndën që ka ku. Ndërsa murat të ben me renditje, është për qëllim nëse diku i ka nik 2, 3, 4, 5 vakte, ka qenë për shembull i alivanosur në operacion ose diçka që ka mundësi, mi ik, atëherë i ka ik për shembull dreke, i kindi edhe akşam. Është shtëpi në kohën e jacis. Tash këtu po fa in nasiya tartib. Tash i përmend 3 raste. Për shembull, i ka nik 3 vakte. Drek akşam, drek i kindi edhe akşam. Nëse ka koha jacis, nuk i ik namazi me xhamat për shembull. Është ju ka kujtu e din fillim të namazit para jacis janë edhe gjysore. Edhe e din që i ka ik dreka edhe i kindia edhe akşami. Atëherë fal një herë dreken, tani i kindin, tani akşamin me renditje. Jo me fal një herë i kindin, tani dreken. Që kjo është për qëllim e renditja. Thot sheku, fa in nasiya tartib, nëse e ka harru që të renditjen, ose nuk e kujton ato, e u khafe faut as-salat, ose friksohet që mi ik namazi që është në kohën e vet, për shembull jacia në këtë rast. Thot saqat at-tartib bainaha wa bain al-hadira. I bjen renditja. Atëherë fal kohën e namazit që është në ta. Pastaj kompenzon apet me renditje. Do thonë çdo herë ka përparësi koha e cila është në ta. Për shembull, i ka ardhur shtëpia në momentet e fundit të jacis, pak para sabajit. E fal jacin, e lën drejk akşam i kindi. Drejk i kindi edhe akşam. Për shkak se ka përparësi namazi i kohës së vet. Thot ndërsa për kushteve tjera, do thonë përmendëm largimi pa pozitive, pastrimi i trupit që është për qëllim gusli, avdesja ose tejmumi, që të dyja, hyrja e kohës, i treti kusht, i katërti kusht është setrul aura, mbulimi i avretit. Thot me rroben që është e lejuar wala yasifu al-bashara, edhe që nuk e përshkruan trupin. Me rroben që është e lejuar e ka për qëllim që nuk është e vjedhur, ose s'është e grabitum, ose nuk është mendafsh, që është i ndaluar mendafshi për mashkujt, që të përgjithësi, ose që nuk ka qepje diçka prej argjendit, prej arit të mashkujt, që kjo është për qëllim me rroben e lejuar. E lejuar, mirë thash. Për shkak se mëdhej bin Hambeli, nëse për shembull dikush
falet me robë ndaluar, ka vjedh një robë. Për shembull, ose ka marrë pa lejen e dikujt, vetë sa me fal namazin me mbulu avretin, thojnë nuk e ka të vlefshëm namazin. Është mendim në mëdhëbin Hambeli për shkak se ka haram në ta. Ndërsa shumica e dietarëve duke i fut edhe disa prej Hambelive thojnë që namazi është i vlefshëm, edhe nëse falet me robë të vjedhur. Edhe nëse ka marrë abdes me ujë të vjedhur, namazi i tij është i vlefshëm, abdesi i tij është i vlefshëm për shkak se normal e merr me katin e vjedhjes, mirë po nuk ndikon vjedhja që mi aprish atij namazin nëse mi bot pa vlefshëm. Edhe rroba do të më qenë që nuk e përshkruan trupin, do të thotë që nuk shihen nëpërmend sheku qimet, edhe spaku edhe nuk mundesh me vrejt prej asaj rrobe e ngjyrën e lkurës. Në kanë disa sirvale, liridoni ka po tash në nombre kërë mi thonë, janë kogjat të holla. Nëse vishen edhe pak ti i afron kështu për trupi, ta përshkrujnë trupin. Shihen edhe qimet e trupit, edhe lkura e trupit, me to nuk bën mu falë. Do më thonë, s'do të me qenë rroba që e përshkrujnë trupin e as të ngushta shumë. Ndërsa thot tek avreti, sheku e ndan në 3 grupe. Avreti thot i gruas e cila është në moshë madhore. Domethënë, e kem përmend kur fillon mosha madhore prej ose me moshë me 15 vjet, nëse nuk i kanë shfaqur shajet më herët, ose me ardhjen e ciklit parë ka hyrë moshë madhore. Kjo grua e ka për obligim me e mbulu krejt trupin përveç fytyrës edhe duarve. Ndërsa te komt, çështja e komëve është diskutabile mes dietarëve. Shumica e dietarëve thojnë se gruaja e ka obligim edhe komt me i mbulu. Hanefit thojnë që komt nuk janë pjesë që është e obligume me mbulu. Allah alem është mirë me pasu gjumhurin, me shku në sigurten, për derisa edhe janë mundësit me i madhë, për shembull një parë qërata ose diçka. Ndërsa tek themrat, edhe këta dietarë që e obligojnë mbulimin e komëve, pjesa e përfundi e komëve ka disa të lërime, për shembull nëse bjen në sejdë edhe i zbulohet, kanë thonë nuk është problem. Domethënë nëse i ka mbulu komt me një e ka pas gjilbabin ashtë gjatë, sa i ka prejkë për tokë e krejt. I bjen si e ka mbulu komt. Po kur ka rënë sejdë, tash kjo pjesa e përfundi i komëve ju ka zbulu, thojnë inshallah nuk është problem. Mirë po në sens, sipas shumicës, është mirë me mbulu edhe komt. Tek gratë. Pjesë grupi tjetër e ka përmend avretin e lehtë të fëmijët që janë prej moshës 7 deri në 10 vjeç. Këta avret i kanë vetëm 2 organe gjinitale përpara dhe përmas. Nuk e kanë të obliguar me e mbulu avretin, sikur se të mëdhajt prej kthizës deri tek gjunjt. Grupi i tretë, domethënë ata që janë në moshë madhore që janë në mbulove përpjet mashkujt e kanë avret prej kthizës deri te gjunjt. Ndërsa në namaz është mirë me pas parasysh se ka hadithe vllazni ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë një sahabiu mos u fal vetëm se në trupin tënd të kesh t'i mbulum edhe krahërorin. Domethënë avret, ku jemi të diskutuar për avret, që to pjesë që i përmenden deri tash e kemi për qëllim jashtë namazit. Mirë po te namazi dietarët e kanë bë obligim edhe mbulimi i krahërorit. Domethënë vetëm në raste emergjente bën më fal ti për shembull me bark ose mi kthiz shplum edhe gjoksin edhe kratë. Për shkak se ka hadithi është në Abu Davud tekstualisht nuk më kujtohet, mirë po pejgamberi alayhis salam i thotë mos u fal përveç se ke vendos një rrobë, një leckë, një diçka edhe në krahërorin tënd. Domethënë namaz është obligume edhe mbulimi i krahërorit. Thot Allah në Kur'an, ja beni Adem khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah thot o bijtë e Ademit, zbukuroni një mënyrë edhe veshuni bukur para çdo ardhjes në xhami, para çdo namazi është për qëllim.
Ndërsa kushti tjetër i radhës është istiqbalul qibla. Kthimi ka kibla. Te kthimi ka kibla shkurt duhet me pas parasysh gjihetul qibla, i thojnë vllazni, kthimi ka ana e kiblës, edhe nuk është për qëllim kthimi ka kibla 100%. Se na nëse kthym që tash që xhamin nuk e kemi kthym 100% ka kibla. Për shkak se nëse 1 milimetër ti që të ja huq, deri në Mekë kanë huq me qindra kilometra. Këto është mirë me pas parasysh ka njëherë se do i bojnë vetit me shak ka vështirësi të më nuk ketë në detaje me këshyr kiblen. Edhe qëllon dikon që për shembull është fal ose ja ka gabu veç 5 shkallë për shembull. Edhe tash e këshyr me një telefon tjetër, thot për ma qetë maknej e me përsërit namazin. Jo, s'ka nevojë me përsërit namazin. Është për qëllim gjihetul qibla, ana e kibles, na i dim anë e horizontit 4 janë. Nëse ti ja ke qëllu parafërsisht që saj anë e fal pak më ndjath, pak më shmojt, nuk ka pikë problemi. S'ka nevojë me përsërit namazin. Që do të me pas parasysh. Shejku nuk i hen shumë në detaje këtyne meseleve, thot fa in ajiza an istiqbaliha limaradin aw ghayrihi saqat. Thot nëse drejtimin e kiblës nuk ka mundësi me e gjetë ose mu kthy ka kibla për shkak se është i smun ose ka arsye të tilla që ja pamundësojnë gjetjen e kiblës, thot atëherë bjen një farë ky lloj obligimi. Bën me falë tjetër ka. Thot kama tasqut jami' al-wajibat bil ajz. Ashtu qysh plot për vajibe, plot për obligime bin në pamundësi. Edhe përmend ajetin ku thot Allahu fattaqullaha mastata'tum, keni frikë Allahun atë sa keni mundësi. Në pamundësi, edhe nëse është në pyetje mu fal jo në drejtim të kiblës, për shkak se s'kemi pas mundësi, për shembull qëllon në spital mu vetë një herë më ka qellu, po im pas bo operacion për zorës qor. Nëse ty nuk të je i shtrim, vetë s'ki mundësi, për shembull mu kthy, edhe dikush tjetër nuk vjen më të kthy, s'ki mundësi mu kthy ka kibla. Ta shtin këtë rast pret. Nëse e din që ka marrë dikush, ka kohë namazi pret me të kthy dikush për kiblën. Mirë, po nëse e din se hiç nuk vjen kërkosh gjatë kësaj kohe, atëherë falesh edhe inshallah namazi është i plot, bjen obligueshmëria e kthimit tën ka kibla. Thot wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi as-safari an-nafila ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi. Thot ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal mbi devën e tij nafile. Ka një hadith nafilet. Mbi devën e tij ashtu siç është kthy devja e tij. Do të them për kësaj kanë zgjedhur dietarët në namazet nafile vullnetare bën me fal edhe nëse jenë mjet të udhëtimit edhe pa qenë në drejtim të kiblës, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka praktikuar këto. Domthon është fal në devën e tij ashtu siç është kthy devja, edhe në drejtim edhe jo drejtim të kiblës, kështu që namazet vullnetare bën. Mirë po, namazet obligative patjetër duhet më kthy pe kiblës. Edhe kushti i fundit e që disa për dispozitave i përmenim inshallah në dersin e ardhshëm, mos me qu gjatë është niyeti. Wa tasih as-salat fi kulli mawdi'in. Niyeti është për qëllim vllazni, niyeti me zemër. Jo me gojë, bile sheku përmend se është i ndaluar niyeti me gojë për shkak se s'ka asnjë transmetim. Kur jemi të niyeti e kemi për qëllim ti me vendosmërinë tonë, ti me brendësinë tonë me ditë një familje çka jetë fal. Kështu që kemi përmend më herët me ditë cilin kohë jetë fal, domethënë me bë dallimin mes farzeve, cilin farz, që kjo është për qëllim. Për shembull, këtë rast e falem Yacin. Ti nëse e hi me niyet akşamit duhet me përsërit. Që kjo është për qëllim niyeti, për caktimi i niyetit. Edhe niyeti si mesele tjetër ta mundson për shembull je lidh me fal farzin. Ti me niyet ke mundësi më kalu nafile. Në atë pyetjen që e ka përmend, që e ka bën ande, kemi shpjeguar para 2-3 dersa. Për shembull je lidh namazin e Yacis, je lidh me fal vet, edhe e din që dikush ka më ardh. Tash ti për më bashku me ata, me fal namazin me xhamat, me arrit shpërblimin inshallah, e bën niyet kalon prej farzit nafile me niyet. Këtë bëhet nafile, atëherë fal farzin me ata, kjo lejohet.
Mirë po nuk lejohet ti me niyet me kalu prej nafiles në farz. Që kjo është për qëllim niyeti. Do të thonë dallimi në mes farzeve, do të thonë ta përcakton ty cilin farz, cilin lloj të farzit je të fal prej këtyre pesëve, edhe niyeti me niyet ti ke mundësi me bë përcaktimin nafile ose farz. Edhe lejohet prej farzit nafile me kalu, nuk lejohet prej nafiles në farz. Që kjo në përgjithësi tek meselet të niyetit që është më pas parasysh, edhe te thot shejku edhe është namazi i vlefshëm në çdo vend. Thot përveç se në vendet e papastërta nuk lejohet më fal, në vende të cilat janë të grabitura, të marra pa drejtësisht nuk lejohet më fal, edhe në varreza nuk lejohet më fal, për gjitha këto ka argumente. Edhe në banjo nuk lejohet më fal, edhe thot në shtallat e deveve nuk lejohet më fal. Për të gjitha këto ka argumente që nuk na mjafton koha tash mi përmend secilin prej tyre, mirë po për shembull e kemi përmend hadithin për të devet, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, faluni në shtallat e dhave edhe të dhive. Mirë po mos u falni në shtallat e deveve, ka hadith decisivisht që ndalen to. Ka një hadith tjetër që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka përmendur shkakun, për shkak se ato janë krijuar prej shejtanit në mënyrë kanë pjesë shejtaneske këto, jo që shejtani ka krijuar ato, Allah na rujt. Që kjo është shkaku. Këto të janë që në përgjithësi ka mundësi me pas pa pastërtinë to. Ndërsa te vani i gabitur pa drejtësisht e përmendëm, shumica e dietarëve namazin e bojnë të vlefshëm, mirë po personi ka gjinohin e pa drejtësisë e atoj që e ka bërë. Mirë po namazi është i vlefshëm tek shumica e dietarëve. Që kjo është në përgjithësi që ka të bëjë me kushtet parahyrëse të namazit që janë sabën në radhë. Koha e dy që janë largimi i papastërtive, marrja e abdesit, kthimi ka kibla, mbulimi i avretit edhe niyeti, domethënë 6 kushtet parahyrëse të namazit. Inshallah vazhdojmë dersin e ardhshëm me ato brenda namazit. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم